Përshëndetje të nderuar miq, sot kam një kënaqësi shumë veçantë. Jo vetëm sepse është miku im, por edhe sepse ka marrë një iniciativë shumë veçantë që është goxha sfiduese. Unë paktën për veten time nuk do guxoja kur ta realizoja. Madje po të na shikosh në të dy, unë kam djersitë akoma pa udhëtu, Arsidi është akoma i freskët. Kjo është edhe fal dedikimit. Kam kënaqësi që t'u prezantoj me Arsid Moriqin, i cili ka nisur një iniciativë shumë guximshme që është të shkuarit me biçikletë nga Shkodra, që është qyteti i tij vendlindjes, deri në Athinë, apo jo? Arsid, përpara se të vazhdojmë tek gjithë detajet e tjera, njerëzit janë kuriozë të njohin kush është Arsidi. Për te po themi kësaj iniciative apo për te edhe të qenurit avokat? Kush është Arsidi si njeri? Shiko, unë kam një jetë që merrem me sport pak. Kam qenë voglit imi që merrem me sport. Marrëdhënia me biçikletë e kam shumë mirë, mos të them që perfekte. Okej. E mora këtë iniciativë pak më shumë për herë të parë që të pedaloj nga qyteti i Shkodrës. Kjo ka qenë dëshirimi më e madhe. Po pse pikërisht Shkodra? Sepse është qyteti im, aty kam lindur dhe është i vetmi qytet që s'kisha bërë asnjëherë pedalim. Shumë njerëz nuk e din ndoshta, po e them për herë të parë, biçikleta ime quhet Odisea, dhe me Odisea unë kam bërë rrugë pafund në Shqipëri dhe jashtë, pavarësisht se shumë nuk i kam të dokumentuara, nuk kam pasur mundësinë apo nuk e kam ndier atë nevojën po themi që t'i bëj publike, sepse kam pasur shumë punë të tjera dhe kam thënë që okej, mund bie vetë sy, por tani ka ardhur një moment që mendova që ta çoj ta arris pak sfidën time në distancë. Janë rreth 900 kilometra, më pak më shumë ndoshta ose pak më pak. Po, me sa pash unë është garanci kjo, për mua garanci që të fokusohem që ta nisja nga Shkodra, edhe të arrija pastaj Athinën, që të kishte një ndërlidhje të bukur, të ishin dy qytete historike, të ishte një gjë që unë nga Shkodra, biçikleta nga Greqia, kështu që kishte një kombinim shumë perfekt. Realisht, si lindi pasioni për biçikletën? Në sensi ka qenë që në moshë të vogël apo Po, unë kam qenë marrëdhënie biznesi me këtë kompani më përpara edhe ishte nën produkt i kompanisë. Pastaj mbrapa sapo ishte dashuri me shikim parë, sapo fillova që të pedaloj herët e para, pastaj e pash që mu bë rutinë më ndihmonte, kur shkoja në palestër, kur shkoja me bëj takim pune. Kështu që e pash si zgjidhje, jo vetëm si produkt që mund ta doja ta promovoja apo ta nxirja për një pyetje personale, me qenë se jemi edhe tek pjesa e parë. Sfidat, i ke pas pjesë tjetës tënde, i ke pas zakon, apo kjo është nga sfidat e para që realizon të këtyre lloj? Jo, nuk është sfida e parë. Okej, tek kësaj natyre me biçikletë, me kaq distancë kam përshtypjen që po është e para. Por më parë kam bërë ture të ndryshme edhe në Shqipëri dhe jashtë, siç e thash edhe më parë. Nuk është era e parë që bëj ture dhe duroj diellin e nxehtë, pash atë ca skeptik. Aq më tepër kusht. Që thash, shiko, kush të doj, mund vinë ndiqë live, unë jam gjatë gjithë rrugës duke pedaluar, por mos ka rëndësi kur lodhem, kur pushoj, rëndësi ka që unë pedaloj te distancë shkollore që ka dita, domethënë, nga fillimi deri në fund. Kaq, kjo është qëllimi im. Si lindi ideja për këtë udhtim? Shiko, ishte një moment pauze, po themi, që kisha vazhduar një punë tjetër dhe e pash që kisha lënë pak një anë të pjesën e biçikletës dhe thash, di çfarë, unë kam një muaj pushim, unë nuk është jam njëri i pushimeve, jam njëri që dua të krijoj gjëra edhe kur jam pushim. Dhe e pash thash, di çfarë, është momenti më i mirë për të nisur nga Shkodra, për ta promovuar pak vendin tim, për ta vënë duke se nga jam, se kush jam edhe ta vazhdoj këtë gjë. Dhe e vazhdova me këtë dëshirë, me iniciativë më mirë, vetëm sharing good energy. Sa të zgjati nga Shkodra deri këtu në Tiranë? 4 orë gjysmë, ishte shumë e kollajt pak, pavarësisht se kishte shumë vap, edhe kishte një periudhë rrugë që nuk kishte asnjë lloj vendi ku mund ndaloja për ujë apo për një gjë që mund duaj mua, po 4 orë gjysmë. Po shiko, kjo është fokusi im. Fokusi im është që unë ta mbaroj këtë rrugë. Fokusi im është që të nisem prek vendet kryesore dhe ta bëj këtë gjë. Pra, kjo është gjithë ideja, nuk është ideja që sa minuta unë mund ndaloj, mund pushoj, nuk ka. Pra, koha nuk është sfidë në vetë. Nuk është sfidë për mua. Është ideja që mund ta nis dhe të bëj gjë që mbas të bëhem inspirim për të tjerë, sepse edhe mua më parë më inspiroi dikush tjetër nga jashtë që e mora si modet dhe e bëra këtë gjë. Sikur se thash edhe në hyrje, kjo nuk është sfidë për të gjithë. Në sensin kaq sa po rrim bashkë me para përgatitjet, shikoj se janë bërë qyll ndjerës. Kush ka qenë para përgatitja jote? Në sensin është diçka që është bë tani rëndom apo Jo, është që vogli, Shikoj, unë jam qenë sportist. Jam marrë me boks. Kam filluar të njohin tash, përshëndesin që janë. Jam marrë me hipizëm. Merrem shumë me hipizëm, por këtu do ta trajtoj me shëtim që ta trajtoj në moment tjetër, kështu që jam gjatë gjithë kohës aktiv me stërvitje, me vrap, me gjithë me palestër, E qartë, shiko, dohet ndalesha pak
edhe tek rastësisht kanë kalu shumë persona që të njohin tashmë, përshëndetjen e tjerë me tjerë, po më kujtuan disa komente nga disa nga portalet që tashmë janë publikuar. Kishte shumë skeptik të tipit ja se ka bogi nga Shkodra në Tiranë etj. Qa do t'i thuash atyre? Shiko, unë them atyre, unë prita sot këtu në fakt, edhe jam pak vonë, du t'isha nisë më herë, po prita sepse disa nga ato më thanë që do vinë dhe pedaloj me mua. Unë ju bëj thirrje, shiko, ju lutem, kush ka dëshirë, qof një segment të shkurtër rrugor, të vi dhe pedaloj me mua, do ta shikoj që do marrë një energji shumë mirë. Do marrë një energji shumë mirë nga ajo që do bëj. Jam i bindur për këtë gjë. Nëse dikush do donte të kontaktonte lidhje me këtë ftesë, ku mund të bëj? Shumë e thjeshtë, ka media, rrjete sociale, Instagram, Facebook, një mesazh. Të gjen në Arsid Moriçi. Është shumë e gollaj, po emrin mbi emrin tim e gjej shumë gollaj. Me numrin tim telefoni gjejm shumë gollaj, kështu që nuk është asnjë problem. Gjatë këtij itinerari, sepse është goxha i gjatë sensin, sigurisht e thash, njerëzit portonin ta bëjnë me makinë apo me biçikletë. Kush janë vështirësitë që ti parashikon paktën? Edhe pse Stina, po themi, nuk ka erë apo shira, po ka gjithsesi nxehtësinë apo parashikime të tjera që ti mund t'i kesh menduar. Nxehtësia është armiku kryesor. Ti jemi realisht, është shumë vap, temperaturat janë shumë frikshme. Po do mundohem që pjesën e pikut të vapës të pushoj pak. Do mundohem që realisht tap krahun diku të pushoj. Pastaj sfida e dytë është do mundohem që të shmang autostradën sepse ka kamion shumë të mëdhenj dhe shikoj që distanca me mua është vetëm 10 cm, kështu që është pak mendoj që është pak probleme e pjesë, por që shpresoj që të shkoj mirë çdo gjë. Çfarë menduan familjarët kur i tregove për këtë? Nuk ja kam treguar në fillim fare. Thjesht e kam parë një surprizë dhe tha, shiko, është një gjë që unë tash e kam nisë, ja u kanë dhënë fjalën gjithëve që do ta bëj dhe nuk kam më justifikime, nuk kam më kthim mbrapa dhe jam vetëm i fokusuar përpara. Kaq, ai sa mundem bëj. Arsid, shiko, si çdo iniciativë në jetë, çdo gjë ka kosto, ka mundim, pavarësisht se jotja është totalisht pasion. Unë jam i bindur që edhe mbështetja zë vend të rëndësishëm, aq më tepër për një itinerar kaq afatgjat që rrugës ka të papritura, apo ka nevojë për shërbime apo për kujdesje, qofshin ato shëndetësore, qofshin ushqime etj. Ai i hapur që të suportojnë për këtë pjesë. E bëj këtë sepse dikush do të mund ta dëgjojë dhe e ka këtë dëshirë, por nuk do di nëse është momenti dur apo jo, dhe më mirë t'ia themi që tani. Evit, falenderoj për këtë pyetje. Është pyetja më e bukur që më është bërë gjatë gjithë kësaj rrugës sa kam bërë deri tani, sepse shiko, po, patjetër që kam nevojë për ndihmë, po të thoja jo do ishte jashtë asaj që unë përfaqësoj dhe unë që besoj. Janë dy biznese që më kanë suportuar, që janë sponsorat mi, Van Goghu, është tani edhe House Farm, Biofarm, edhe do i falenderoj shumë patjetër, edhe kushdo që ka dëshirë mund të jenë pjesa e hoteleve apo që mund të qëndrojë natë apo pjesa dikujt tjetër, patjetër mund kontaktojnë, është shumë e thjeshtë. Rrjetet e mia sociale do përgjigjem, do përgjigj dikush tjetër ndoshta që i ka rrjetet e mia sociale dhe do bëjmë kontakt dhe patjetër mund arrijmë marrëveshje që nga dëshira për të ndihmuar apo thjesht kaq. Unë jam shumë i njohur gjithë atyre që do ta konsiderojnë një gjë të tillë. Kam përshtypjen që do jetë një situatë win-win, sepse edhe ti do t'i promovosh ato. Patjetër, unë do mundohem me gjithë dëshirën time më të madhe për qenë përfaqësues i denj, po themi, për sa kohë do kem logon e tyre përpara. Kush janë industritë e kompanive që do doje të suportonin? S'kam përshtypje hotelet, kompanitë e ujit, kompani ndryshme tyre që qesin proteina apo çokoladë të ndryshme. Okej, pa që t'jenë në një linjë me sportin edhe me ato çfarë të duhet më shumë. Okej. Çfarë mendon se mund të përfitojnë ato nga gjithë kjo? Sepse mund të jetë një pyetje që ato e kalojnë në përmend. Pra, unë si biznesmen them okej, po kontriboj te kjo, po çfarë fitojnë mbrapsht? Është pyetja që e bëjnë zakonisht gjithë ato që merren me biznes. Në radhë të parë po ndihmon një të ri që po merr një iniciativë nga gjithë gjëja vet, pa pas asnjë lloj mbështetje nga askush, edhe është vetëm dëshirë mirë, kaq, është vetëm po suporton një gjë të mirë, po suporton dikë që kam veç që të bën të pushime, zgjodhi që të bëj gjë për veten e vet që të jetë pak më ndryshe nga ajo që bën në përditshmëri. Kaq, thjesht. Okej. Për te destinacionet deri në Athinë, kush është qëllimi i vërtet? Çfarë do dohet ti thojë shqiptarëve? Flas këtu jashtë atit personal, sepse sfidën e ketë pjesë natyrës. Kush mund të jetë një mesazh? Mesazhi im kryesor është kryesisht për të rit. Shkoj shumë raste që edhe shokët mi, shoqërinë time që ja kanë probleme me ankthjen apo kanë frikra të ndryshme që i ka kapur tani. Shikoj, ju lutem, sa më shumë sport, sa më shumë gjëra që do bëjnë ndjenjë mirë,
do paguaj mbrapsht atë mundin që ju keni dhënë, domethënë. Kështu që ky mendoj është mesazhi im, sa më shumë sport, sa më shumë disiplinë, sa më shumë gjëra të mira që të thithni energji pozitive për veten tuaj. Kjo mendoj është më mirë që më bëj njëri në Shqipëri, që të largohet sa e vorbullës, po themi direkt vicioz që mund të jenë veset apo zakonet e përditshmërisë, duke qenë që ti pastaj vazhdo një sport, në radhë parti do ndjesh mirë për veten tënde, ti do fillosh ndryshosh, do ish dorë nga ca vese, nga ca gjëra dhe unë kam përshtypjen që këtu vazhdon ndryshimi i vetes tënde në radhë parë. Unë gjëra që kam marrë me vete është një blok shënimesh, e kam marrë një libër që e kam zgjedhur për këtë udhtim, është Alkimisi quhet, ose nuk e kam lexuar akoma. I Paulo Coelho. Po, vetë, edhe ky do jetë libri që do lexoj, por nuk e di për sa do e mbaroj, sa kohë do kem që të lexoj, sepse edhe realisht edhe ndjem mbajtje do kem lodhe gjatë rrugës edhe angazhime ndryshme, kështu që patjetër kjo është mesazhi për rinin, stërvitje, lexim, sa më shumë disiplinë, sa më shumë tek rruga e smirës dhe një ditë do ju paguaj, jo siguri për këtë gjë. Një ditë do e kemi mbrapa çdo gjë. Realisht të vlerësoj shumë për këtë mesazh, por jam i sigurt që njerëzit do kenë këtë lloj kurreshtje. Për sa kohë ushtrohesh? Pra bën stërvitje dhe e përqafon le të themi sportin. Shiko, unë jam shumë voglin time, që kur e mbaj mend që 12 vjeç, 13 vjeç, që nga miga Shqipëri, që jetoja edhe stërvitjesha isha me një klub boksi shumë prestigjioz fakt, pavarësisht se nuk arrija të debutoja, sepse shiko, si ti je një sportist elitar i vërtet, jo sportist Instagrami, si shanca, shikoj sot, do shumë merita, ka shumë konkurrencë, do shumë përkushtim, do shumë dedikim, kjo që thash unë, edhe shpesh herë unë gjendesha i hutuar me gjëra të ndryshme dhe kam përshtypjen që fokusi më mungoi dhe disiplina më mungoi, sepse talenti e kisha, atë fuqinë e kisha, kështu që shpresoj që ta shikoj dikush të video dhe të thotë, shiko se nuk do të bëj një gabim. Por që unë asnjëherë nuk kam merr dorë përfundimisht nga sporti, gjithë jetën do bëj sport. Arsit, më lindi krejt natyrshëm një pyetje tjetër. Ti je njëri që nuk e ke përqafu, po themi, jetën publike, apo që ti je ekspozuar, profilet e tua janë pothuajse të hajt, po themi, janë private, kështu me radhë. Si po ndihesh tani që po flitet në një pjesë të mirë, po themi, të portaleve online? Shiko, jam shumë mirënjohës, gjithë atyre që komentojnë, qoftë ata që janë skeptik që thonë që ose nuk është e vërtetë apo gjëra ndryshme. Kam përshtypjen që ato nisen nga vetja, nga që se bëjnë dot. S'ka problem, unë i falenderoj gjithë. Realisht unë jam shumë mirënjohës, jam mirënjohës gjithë media, shumë faleminderit edhe ty që erdhe sot për mua shumë, sepse është një gjë re, është një sfidë re për mua dhe çdo njeri që më jep një kontribut, më jep një dorë, jam mirënjohës për gjithë jetën. Edhe mirënjohja më mërmenja që është gjëja që duhet kemi parë ndaj atyre që na japin një gjë, sepse ka ardhi shumë vështirë tani që flasim, kështu që kush është një mesazh i shkurtër që do doje t'ia jepje që lidhet me këtë iniciativë? Pra që dikush duhet ta marrë si mesazh me vete për këtë iniciativë. Kam përshtypjen që është pjesa që edhe nëse nuk shikon as si tardh, nuk shikon as si dritë në fundit të tunelit, bëj diçka, merr një gjë, merr një biçikletë, bëj një rrugë, bëj një gjë tjetër, bëj një gjë që të pëlqen ty. E marr me që ajo gjë do të paguaj, do të japi një zgjidhje ose të paktën ti do mendosh që po gjen një zgjidhje, ti do kontribuosh tek gjëra e mira, kështu që kam përshtypjen që bëj diçka për veten tënde që ti të pëlqen që ndihesh mirë, kaq. Në eksperiencën tënde, sa të ka ndihmuar sporti në mënyrën se si mendon? E bëj këtë pyetje sepse shumë njerëz që ndoshta janë inaktiv në sport thonë çfarë lidhje ka sporti me sukseset e jetës, edhe ndoshta kjo mund t'i japi një mesazh akoma më të mirë. Po, shiko, unë kam përshtypjen që gjërat jetë janë të lidhura bashkë. Çdo gjë fillon që nga vetja jote. Pra, nëse ti bën ca zakone, ca virtyte tuaja, pra ti i bën për dëshmëri dhe ti i praktiko vetë për veten tënde, që do fillon ndryshimi jot pastaj, duke filluar me sportin, duke filluar me gjë tjetër, rri shanse për me pas një problem shëndetësor, nga pesa e stresit apo ankthit eliminon shanset që ti jesh i prekur apo që të kesh probleme, kështu që kam përshtypjen që këtu fillon çdo gjë për ndryshim, që këtu fillon rruga për përmirësim, po themi, apo për të bërë diçka që për bërë jetë më cilësore, se në fundit kam përshtypjen që kjo është një gjë e përbashkët për gjithë. Një jetë cilësore, pra, njerëzit që takoj më shumti, qoftë në biznes, qoftë fushën tani dhe juridike, duan gjithë që janë kërkim një jetë më cilësore, pra. Do definuar me këtë lloj fjalie, me këtë lloj termi, një jetë cilësore. Një jetë cilësore fillon nga vetë jote, ti duke bërë diçka që çfarë rëndësie ka, çfarë do të gjë qoftë që ti bën mundi mirë, duke zuar, ose duke marrë me sport, po ti do të filloj të bëj, po, ti do i bësh zakon ato gjëra, ti do i bësh
edhe mbi gjitha do i shpërndash të tjerët. Pra ty jesh forca smirës për gjithë njerëzit, për tjerë që të rrethojnë, për familjen tënde, për shokët e tuaj, për kolegët e tuaj, që është shumë e rëndësishme, kështu që Okej. Falenderoj shumë për mesazhet, por përpara se ta mbyllim, do doja dija edhe një herë, çfarë ke marrë me vete, të paktën për këtë fillim të udhimit? Shiko, unë kam me vete vetëm disa rroba kryesore, disa bluzë nga sponsori, nuk kam asnjë lloj gjëje tjetër me vete, jam vetëm me unë dhe bicikleta ime dhe kaq, asnjë lloj gjëje tjetër, nuk Të pyes pak për bicikletën sepse është shumë e veçantë. Audiencës do kem fatin edhe që t'ja ilustroj pak me pamje edhe nga afër. Është e gjitha përbërë prej druri apo jo? Po, ky është dru. Është dru me përjashtim të disa materialeve pastaj mbrapa që është e pamundur, duhen alumini ose të ngjashme që të bëhet ndërtimi i bicikletës, ndryshe nuk do e kishim bërë do funksionale. Që janë goma apo. Pjesa më e madhe me sa shikoj është dru. Po, është 90% ka përshtypjen që është vetëm dru, kështu që është punim dore, prodhohen në Athinë, kam qenë pjesë e tij prej shumë fillimit e para, kam bërë disa testime me prototipe ndryshme. Kam përshtypjen që nuk do e lë më kaq, do bëhen një rrugë tjetër mas kësaj që ta ekspozoj prapë që super, duket shumë e veçantë dhe jep atë ndjesinë e një ekosistemi sa më healthy. Aq më tepër që është e bërë gjitha me dru. Aq më tepër që ka imi Odiseja. Odiseja, okej. Arsit, dua të marr nga ty 2 premtime. E para është që të na dërgosh sa më shumë foto dhe video nga udhimi jot. Jo vetëm mua personalisht, po të gjithëve, të gjithë ato që kanë qef apo dëshira dhe që ta publikojnë historinë tënde, sepse është goxha sfidë prej kampioni, do thoja unë. Dhe tjetër është që në fund të këtij episodit ne bëj një xhiro që t'ja dhon opinionin tim për bicikletën. Shiko, unë do patjetër, unë do i maj, do bëj maksimumin tim që sa më shumë kem mundësi, sepse jam duke i dhënë shpesh rruga nuk është e thjeshtë, autostradës dhe mos. Aq më tepër të duhet shumë kujdes. Edhe do mundohemi që të jenë sa më in në rrjetet e mia sociale, apo kam disa kontakte me disa gazetarë që më kanë thënë që t'i tregoj se ku jam, kështu që do jem sa më aktiv në këto ditë, do përpiqem të bëj maksimumin tim. Dhe dua të falenderoj gjithë ato që më janë gjindur afër, falenderoj shumë, domethënë pafund, ato që janë skeptik, s'ka problem. Po, patjetër. Faleminderit. Shiko, më pëlqen shumë ajo ideja. Për sa i përket bicikletës, pastaj kur të kthehem, kam përshtypjen që do ta lë disa ditë tek zyra jote. Okej, të falenderoj për këtë. Por nuk do jeti bicikletë si gjithë tjerë, do jeti bicikletë që nis nga qyteti i Shkodrës dhe shkojnë në Athinë. Ka histori. Kështu që marketingu do të jetë në niveli tjetër. Do ta kisha shumë për nder, aq më tepër që është e rrallë dhe aq më tepër që ka dhe historinë etj etj. Më pëlqeu shumë ideja jote e krijimit të një grupi, ku ndoshta aty do vendosësh gjithë mesazhet, por këtë vendose rrugës edhe ftoj gjithë ato që janë dashamirës të tu. Falenderoj për kohën, për gjitha, të uroj sa më shumë suksese. E mi që faleminderit që qëndruat me ne dhe dëgjuat këtë hapësirë, po themi, të dedikuar Arsit Moriqit, që të bëj këtë udhëtim kaq të veçantë, edhe shihemi në rrjetet sociale për të mësuar akoma dhe më shumë rreth udhëtimit tim.